Nimin e parë e patë me një emër shumë të njohur të artit në Shqipëri, siç është Rozana Aradi, e cila aktualisht është edhe në një garë shumë të rëndësishme. Dua të di, e ke ndjekur Rozanën do pak në Big Brother dhe cili ka qenë impakti që ke patur për të në takimin tuaj të parë? So again, I think it was a clear. Siç thashë në fillim, ishte bashkëpunimi me Rozanën. Ishte një koincidencë, por jo aq e rastësishme. Pasi kontaktet që un kam në Shqipëri, njerëz nga Shqipëria kanë pëlqyer punën time dhe mua si artist, dhe më thanë që një artist e njohur në Shqipëri po tenton të bëjë një këngë, një bashkëpunim me një artist grek. Dhe unë isha kandidati i duhur. Kështu më zgjodhen mua për të bërë atë bashkëpunim. Kimia me Rozanën ishte shumë e mirë. Kjo mund të vihet lehtësisht e performanca akoma. Mund më duhet kohë për të njohur njerëzit dhe për të dalë në konkluzione, por impakti i parë ishte i mirë. Ajo është një grua dinamike, e zgjuar, dhe s'kam patur kohë ta takoj më shpesh. Por faleminderit Zotit që nuk kuptoj asgjë në shqip. Dhe çfarë po ndodh, pasi do të isha duke parë televizor gjithë ditën. Por miqtë e mi më kanë thënë që është një lojë interesante, ku njihen disa aspekte të personalitetit të një personi. Tani mbetet për të parë se çfarë publiku do votojë, kush është i preferuar i publikut dhe kush do të marrë çmimin.